Një moment historik që shkon për te sportit, për herë të parë flamuri i Kosovës është ngritur në Beograd dhe kjo tabu nuk u kthye në një samit politik apo në një konferencë diplomatike, por në Kongresin e UEFA-s, organizimin më të lartë të futbollit evropian. Kjo nuk është një rastësi, është një dëshmi tjetër se futbolli është shumë hapa para politikës, një forcë e jashtëzakonshme që mund të përcjellë mesazhe që asnjë tjetër fushë nuk i arrin dot. Në një rajon ku tensionet historike shpesh mbizotërojnë, ky gest ka një simbolik të fuqishme. Sporti mund të hap rrugën për atë që politika shpesh e ka të pamundur që ta bëjë, bashkëtesën dhe pranimin e të gjithëve. Ky moment vjen në një kohë kur UEFA dhe presidenti i FSHF-s Armando Duka janë sulmuar për vendimin e guximshëm për të organizuar kampionatin Europian U21 të vitit 2027 në Shqipëri dhe Serbi. Kritikët nxituan të akuzojnë dhe të jetë dyshime mbi këtë projekt, por ky flamur që valvitet sot në Beograd është një përgjigje e qartë. Vendimi nuk u mor për interesa të ngushta, por për të çuar përpara një mesazh të fortë bashkëpunimi dhe paqeje. Për herë të parë flamuri i Kosovës qëndroi krah për krah atyre të federatave të tjera europiane në një event madhor në Beograd. Ky është një sinjal i qartë se barrierat mund të bien dhe se njohja nuk vjen gjithmonë nga tryeza e diplomatëve, por shpesh nga një top futbolli dhe fuqia e tij për të bashkuar njerëzit.